Zoti Kortoçi, si lexoni këto protesta të shqiptarëve të cilat nisën fillimisht në Zvërnec për të derdhur më pas në Tiranë dhe tashmë kanë dhënë efektin e tyre edhe në diasporë, përmendim këtu konkretisht Milanon, por deri edhe në New York. Protesta ka qenë më se domosdoshme. Unë thash në një paraqitje tjetër që kjo ka qenë piknisja e kësaj revolte popullore, do të thonë që u bë sebeb Zvërneci që filloi protesta. Protesta në të vërtetë në thelbin e saj ka vite që ka pas dash me qenë në rrugët e Tiranës. Por e keqja e protestës është se aty si duket gjithmonë është e fjala që thonë populli që thotë turma është turm. Turma është turm, edhe turma ekzitohet edhe shkojnë si mas let's say mas një thanje, nëse turma thotë po shqevria gjithë po shqevria, Ramanburg, Berishanburg, gjithë turma Ramanburg, Berishanburg. Unë kam qenë përkas i protestave, kam marrë në protesta në Shqipëri që ka bë Partia Demokratike vite përpara, ka dalë në shesh, dhe do i thosha protestuesve se këto janë forcat politike që janë në Shqipëri. Partia Demokratike, Partia Socialiste, këto partitë e vogla. Ata një kohë i thonë Ramanburg, Berishanburg. Mu më duket tamam sikur në kohën e partisë, që thoshte partia në emër të popullit kanë dënuar. Populli nuk e dënon, populli mundet me të heqë nga qeveria, mundet me të vunë qeveri, mundet me dhënë forcë mes votës, edhe mundet me ta heqë drejtën mes votës. Nëse themi që partitë që janë sot aktuale në pushtet nuk duhet me qenë pjesë zgjedhje, ajo është e gabuar pasi nëse Shqipëria shkon zgjedhje, nëse qeveria aktuale, Edi Rama, vendos që ta çojë vendin në zgjedhje, të japi dorëheqje, le të themi se u ngret mjesë dhe thotë jap dorëheqje. Këto forca që kanë dalë në shesh, ku kanë për ta drejtuar votën e tyre, pasi ato nuk kanë formacion politik, nëse ata kërkojnë që sistemi të ndryshohet, edhe jam plotësisht 100%, 1000% dakord që sistemin ta ndryshojnë, atëherë duhet të kërkojnë të formojnë një formacion politik, të kenë një përfaqësim, vendet shkojnë zgjedhje, bëhen një qeveri teknike, derisa të bëhen zgjedhje të reja. Kjo është thelbi i gjithë asaj. Por piknisja, pse kjo u ndërkombëtarizua, ishte çështja se këtu ishte në mes vajza e president Amerikan Donald Trump edhe dhënri i saj Kushner. Edhe kjo ishte arsye që u bë ndërkombëtarizuar, domthonë gjitha të shtunën, a di që ishte protesta në New York, të gjitha mediat botërore, gjitha mediat e lira, njerëzit që kanë ato kanalet e veta, domthonë nuk ishte lajm tjetër përveç se protestave në Shqipëri, që çdo njëna nga këto bënte lidhjen me Sazanin. Unë në paraqitjen e parë që kam thënë, Sazani edhe Zvërneci kanë qenë, si më thonë, sikur e shkëndia në kohën e verës, në kohën e Thatchera, që nëse jep një shkëndi, të gjithë ajo pjesa ku ka pyll merr flak. Protestat kanë qenë të domosdoshme. Ne kena provu protesta në Shqipëri, domthonë kena njerëzit kanë dalë, kanë protestuar që në momentet e para që Partia Socialiste me krye Edi Ramën kanë marrë pushtetin, kanë dalë, kanë protestuar për armë kimike, kanë protestuar për mbetërinat, kanë protestuar studentat. Domthonë ka pas protesta të vazhdueshme, por nëse protesta nuk ka një mision caktuar, unë kam frikë se protesta do shuhet, se njerëzit kanë për të lënë në një moment, e shohin që Rama del e bën cirk. Rama po bën cirk. Vetëm këto mediat original ma kujtojnë kohën se këta rinja që kanë dalë në shesh nuk e din lajmet, nuk e din
19, domthon kur ato televizorët ose mediat i bën shërbim pushtetit. Dje thoshe atje populli ishte në rrugë. Gjithë Tirana, domthon gjithë Shqipëria, në gjitha vendet e botës njerëz në rrugë kundër qeverisë. Edi Rama ai dele feston në Shkodër 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Që Partia Socialiste në vërtet nuk është themeluar në para 35 vite, vetëm ka ndryshuar emrin. Partia Socialiste është formuar në 1941 me 8 nënor. Ajo është Partia Socialiste. Partia ish komuniste, vetëm ka ndryshuar emrin, edhe thot Edi Rama thot që është 35 vjetori i Partisë Socialiste. Kështu që dje pash që si lajm sa hapet e sigla, dalin ata gazetarë që ma kujtojnë original ata gazetarët e kohës së Verës, e nxjerrin fotografinë e Edi Ramës, mas në nxjerrin ca gjëra tjera, mas e treta si lajm ose e dyta ose e katërta është çështja e protestave. Domthon, këto janë ato mekanizma që e mbajnë pushtetin për vite me radhë, domthon propaganda, ato patronazhistat, gjitha këto. Kështu që protesta është shumë e lishme, protesta do të më përfshin edhe Partinë Demokratike, do të më përfshin edhe partitë e tjera domthon opozitare. Unë jam kundra turmës që thot nuk e dom Partinë Demokratike. Do i thosha vetëm një gjë turmave, se Partia Demokratike ka vite që është në rrugë, ka bë protesta edhe ma dhunshme se sa ju. Jo se du me justifiku Partinë Demokratike, po Partia Demokratike ka qenë që hapur vazhdimisht ka dalë protesta, edhe mediat botërore kanë cilësuar si dhunshme që nuk... Dakord, po akuzohet se është paterica Edi Ramës që mban pushtet Edi Ramën, dhe kjo është faktuar disa herë me bizneset dhe profitimet që ndajnë së bashku. Po, dakord. Sigur se thash, është mendimi aty njerëzve edhe... Jo, s'është çështja e mendimit, çështja është që është faktuar konkretisht që të njëjtët biznesmen që operojnë me Edi Ramën, operojnë dhe me Sali Berishën. Dakord, Bardhi. Unë po flas ato që mendoj unë se nëse njerëzit votojnë Partinë Socialiste ose Partinë Demokratike ose kanë votu këto dy parti, Partia Demokratike nuk është në pushtet ka 13 vite. Këto janë forcat politike sot në Shqipëri. Këta njerëz që janë shesh që kanë votu këto dy palë. Nuk e kanë votu ndoshta Partinë Demokratike këto vite, kanë votu Partinë Socialiste. Këta njerëz kanë dhirë pushtet e Edi Ramën. Këta njerëz që dalin shumica janë 20 vjeçar, kështu që i bie që praktikisht nuk e kanë votuar për shkak për shkak moshës për të votuar, edhe për shkak moshës, më saktë. Okej. Kështu që nëse po besojmë atë që ka thonë ata 20 vjeçar, 30 vjeçar, domthon që nuk kanë votuar asnjëherë, atë këto nëse Berisha, nëse Rama i nga pushteti, domthon Rama çohet mes aty në Sorrele dhe thot shqiptarë, Shqipëria është e lirë, unë jap dorëheqje të krijoni një qeveri tjetër. Për këtë do votojnë të 20 vjeçarët. Ma thuj ti mu, se në demokraci është vota, ajo që të heq ose të dhen pushtet. Këta nëse nuk formojnë një formacion politik, se kur u formuar Partia Demokratike në vitin 90 që e gjithë Shqipëria dole e përkrahej Partinë Demokratike në asë kohë, edhe mori votat edhe mori pushtetin. Kështu është në demokraci, nëse ti je demokraci, kjo është e drejta legale që ti të përfaqësohesh në pushtet. Domthon, nëse ti je pak kënaqur me pushtetin, det kërkon dorëheqjen e qeverisë me dhunë, pa dhunë, me mënyrat e tua, edhe qeveria dorëhiqet. Atëherë ti duhet të pas një formacion politik ose një përfaqësi, ndoshta sikur speqyem formacion politik parti, por pa marrë parasysh se ajo duhet me qenë formacion i regjistruar politik që në momentin që ti shkon zgjedhje, do me pas programin tënë, do me pas ato idetë tua se për çfarë po lufton, për çfarë kanë zgjedhur ata njerëzit, kush janë kërkesat që ti don, që ata njerëz që kanë dalë në rrugë më parashtruar që në momentin që pushteti ndrohet, atëherë ti merr votat dhe i aplikon këto
gjitha kërkesat ose gjitha ato pikësynimet e tua si forcë politike. Kështu që nëse ata nuk bën formacion politik, mu më duke sikur ka me përfunduar një lloj sikur se përfundoi në Beograd, kur kishte nuk e di për sa kohë ka dalë populli i Beogradit, edhe sot Vučići është prapë në fuqi. Edi Rama thash, deli bët cirk, kur Shqipëria një lloj sikur se 97-ën kur njerëzit e vlorë edhe jugu i Shqipërisë digjej nga piramidat, aso kohë televizorin shqiptare e jepshin si lajm dytë. Këta shoh edhe sot në Shqipëri, ata brezin që thuti që janë sot në rrugë, nuk i kanë pa këto histori, por historia përsëritet. Se janë të njëjtit njerëz, janë shqiptarë në fund fundit, nëse ndrojmë sistemin, nëse të dy partit, gjitha ato partit që sot kanë qenë spektrin politik, që nga 97-a deri më sot, nuk morën asnjë lloj pjesën në fushat, këta që janë dalë, në fund shqiptarë janë edhe këta. Ne s'kena ditë me bo shtet asnjëherë. S'kena pas njerëz të vendosën, njerëz të hekur që me bo një shtet me ligje. Pse nuk bëhet shteti vetëm me një person ose me 10 persona ose me 20 persona që të drejtojnë. Është populli amerikan e ka bë shtetin amerikan. Populli zviceran e ka bë shtetin zviceran. Populli suedez e ka bë shtetin suedez. Nuk mundesh me fajsu ti masivisht një kom të 5 lidera ose 10 lidera ose 100 lidera që ka Shqipëria. Pasi nëse ndërgjegja kombëtare është më e lartë, atëherë këta njerëz kanë për të arzuar qeveri, kanë për nxjerrë një qeveri tjetër, nëse ai qeveri nuk bën për popullin e vet, kanë për të arzuar edhe ato, domthonë kështu shtetet që kanë taban, shtetet e forta, shtetet perëndimore që kanë ligj, janë të strukturuar, është populli që i ka bë atë lloj shteti, ka bë atë lloj ligjesh, ne si kom e kena në tradit, mos me respektu ligjin, ne si kom e kena në tradit rishfetin, korrupsionin. Gjyqtari, domethënë nuk e quhet gjyqtari si punë, gjyqtari prokuror është punë e shenjtë, jetë tek ligji. Dhe nëse ti mendon që në atë moment që shkon aplikon për një burr o për një drejt studimin në drejtësi edhe ke mendën që kur dalsh me shfrytzu atë moment, atë pozicion punës që ke me shit ligjin, atër nuk ke gjën të rëzi. Kështu i lexoj unë. Tash jo gjithë shikuesit tu, ndoshta ose ata tjerë që shohin të janë dakord me mua, por kjo është e vërteta. Kështu mendoj unë. A kupton? Nëse ti e ke marrë një pozitë punë, ke marrë një pushtet ose një diçka dhe shfrytëzon për interesat e tua personale dhe nuk mendon për ata njerëz që kanë çuar atë pozitë, ta kanë dhënë votën, ta kanë dhënë besimin. Pushteti është besim. E kur ti humb besimin, ke votuesit, atëherë votuesit munden me të heq edhe me ndrua. Po kur ti e ke, domthonë, kur ndrohet e vetë një person njëjtë sikur i pari, atëherë është faj popullit, nuk është faj i liderave. Ai popull ka, domethënë duhet të ndrojmë popullin. Mentalitetin, jo popullin, s'mundesh me ndru popullin, me ndru mentalitetin. 20 vjeçarët e sotëm kanë mentalitet tjetër, kanë forma komunikimit të tjera dhe janë komplet ndryshe nga prindrit e tyre që kanë mbajtur në pushtet Berishën dhe Edi Ramën deri më sot. Që të dy e kanë treguar se sa dhe se çfarë produkti kanë prodhuar për të mirën e shqiptarëve. Në këtë rast, sa gjasa ka që protestuesit të mund të arrëzojnë vetë Edi Ramën përmes këtyre protestave? Unë e shoh nëse protesta nuk përshkallëzohet, unë e shoh se kanë për të lodhë, është kohë vere, kohë plazhe, vinë edhe familjarët e tyre nga vendet të ndryshme që janë jashtë shtetit, sigurisht që kanë me marrë pak kohë, ndoshta edhe më nejt me familjarët e tyre, kështu që unë e shoh se ndoshta nëse nuk përshkallëzohen ato kërkesat e tyre ka për të shu. Ndoshta edhe unë shpresoj të jem gabim, por
me çka pa dhe kjo gjë ka ndodhur në Beograd. Në Beograd ti din shumë mirë domethënë që ka qenë lajm ndërkombëtar, e kanë përcjell rinia në fundet sot Vučići është në pushtet. Nëse ti thu këta 20 vjeçar që mendojnë ndryshe atëherë sikurse tash në këta ndoshta nuk e konceptojnë edhe sistemin ndoshta mjaft se si funksionon demokracia. Në demokraci është e drejta e votës, domethënë nëse ti ke votë mos ia jep, është shumë e thjellë dhe qartë. Po kur e vjedh, si bëhet?